Një letër qortuese nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kishte shkuar muajin e kaluar në adresë të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Letra vuri në pas se anëtarët e Këshillit ishin duke u organizuar për të penguar zbatueshmërinë e ligjit të ri të KPK-s, duke dhënë dorëheqje anëtarët aktuale duke u zëvendësuar me të tjerë. Megjithatë, këto pretendime të ngritura nga Bashkimi Evropian i kanë mohuar në Këshillin Prokurorial. Përmes një përgjigjeje me shkrim, kryesuesi i këtij institucioni Ardian Hajdaraj ka thënë se nuk besojnë se kjo letër është qendrim zyrtar i BE-s. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka qenë dhe nuk do të jetë asnjëherë kundër reformave në sistemin e drejtësisë, por natyrisht, siç përcaktohet edhe me ligj, nuk mund të ndaloj as dorëheqjen e asnjërit prej anëtarëve të tij. KPK pret të bëhet një reagim i nevojshëm dhe konstruktiv nga përfaqësuesit e zyrës së BE-s në Kosovë, sepse vërtet nuk beson asesi se kjo letër përbën një qëndrim të bazuar të tyre. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se gjendja është shqetësuese me që anëtarët e KPK-s kanë tentuar të pengojnë të reformat më të rëndësishme në sistemin prokurorial. Reagimi i Bashkimit Evropian, konkretisht letra që është dërguar anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Republikës Kosovës, është me të vërtet ka qenë me të vërtet një gjendje shqetësuese, për faktin sepse vetëm fillun më dhan dorëheqjet, patëm një dorëheqje që u dha nga anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Armend Zenelaj. Kabashi shton se kjo tentativë është ndalur me që ligji ka hyrë në fuqi. Tash ligji për Këshillin Prokurorial të Republikës Kosovës përcakton saktë dhe qartë përbërjen 7 anëtar ka. Pozitat, mandatet cilët aktualisht i kanë anëtarët e Këshillit Prokurorial të Republikës Kosovës ruhen deri në përfundim të mandatit të tyre, që disa i kanë në fillim të vitit 2026. Në anën tjetër, në Ministrinë e Drejtësisë kanë thënë se kanë qenë në dieni për planet e KPK-s, të cilët sipas tyre vazhdimisht kanë përdorur forma të ndryshme për të penguar këtë reformë. Kjo nismë reformuese do ta sjellë një përbërje të re dhe të balancuar, me kritere të forcuara profesionale dhe jo politike mes tjerash, e cila do ta eliminojë dominimin klanor dhe korporatist të Këshillit, konfliktin e interesit, do ta adresojë mungesën e rezultateve dhe të cilat do të rezultojnë me rritje të integritetit dhe funksionimit profesional të KPK-s, llogaridhënie dhe transparencë të tërë sistemit prokurorial. Pas kalimit të filtrave të gjykatës kushtetuese, ligji për Këshillin Prokurorial ka hyrë në fuqi në fund të muajit të kaluar.